Ditën e sotme një personazh mjaft i njohur i botës së krimit është arratisur nga burgu, është arratisur nga spitali i Durrësit. Bëhet fjalë për Altin Docin. Për të folur për këtë ngjarje të rëndë, kam të ftuar në një lidhje direkte ekspertin e sigurisë Fatjun Softa. Ka ndodhur ngjarja? Tani ky është një person i njohur tashmë për drejtsinë, por edhe për publikun, i cili është një person me shkallë të lartë rrezikshmërie dhe ka pasur disa shqetësime ku për problem veshkash është shtruar gjatë vitit 2025 disa herë. Dhe ky moment, me sa duket, ka qenë i para përgatitur në një nga mënyrat e tij që ka pasur bashkëpunëtor. Dhe dyshimet mund të jenë që mund të ketë pasur bashkëpunëtor nga brenda strukturës, po dhe jashtë strukturës për faktin që në moment që ka dalë një automjet e ka pritur dhe ka bërë evakuimin, largimin e tij. Është gjetur një moment kur një nga punojësit është treguar i shkujdesur, ka qenë vetëm me mjekun, është çuar, ka tentuar të dalë, është ndaluar, kërkuar të ndalohet nga dy punojës shërbimit, ka qelluar të dy personat dhe ka arritur dalë. Dikush e ka ndjekur atë me armë dorë, duket disa pamje të një punojësi me pistolet dhe duke dashur që ta ndalojë atë, por ka qenë e pamundur. Dhe kjo tregon një dobësi të zinxhirit dhe nuk është çështja thjesht punojësit, por personat të cilët kanë shkallë të lartë rrezikshmërie, personat të cilët janë me precedent, kanë protokolle të ndryshme, por pa dalë nga protokolli standard, ku mënyra se si ata ruhen dhe pika më e dobët nuk është inteligjenca e tij, por është dobësia e atij të ambienti ku ai ka përfituar për të larguar dhe për të marrë arratin. Zoti Softa, besoni që personi në fjalë do kapet përsëri pasur parasysh dhe rrezikshmërinë e tij të lartë? Personi është një shkallë të lartë të rrezikshmërisë për faktin që është i akuzuar nga struktura e posaçme për vrasje dhe për grup të strukturuar kriminal. Dhe personat të tillë sigurisht nuk veprojnë të vetëm. Fakti që është larguar ka treguar një lloj skeme të mirë përgatitur duke parë dobësitë e strukturës siç është spitali, dhe ky organizim vjen ndoshta me një bashkëpunim nga brenda, po e sigurt nga jashtë për faktin që ai ka ditur orën, kohën, kur do të ishte dhe kur do të bëjë veprimi për të shkëputur, për të larguar, për një automjet që e priste dhe largimi i tij. Dhe ku mund të jetë i strehuar, kush mund të jetë vendi. Pra ka një skemë të organizuar, nuk është një largim spontan. Dhe kjo është arsye që është kërkuar gjithë zinxhiri drejtues dhe zinxhiri që ka funksionuar për sistemin e sigurisë të tij në burg. Këtu janë disa elementë të cilët duhet hetohen. E para, sa ka qenë numri i personave që e kanë shoqëruar, në çfarë masa sigurie ka qenë ai në kohën e kurimit apo në kohën e mekimit, dhe sa ka qenë perimetri në dhomë, jashtë dhomës dhe ambienti jashtë. Pra, kjo tregon edhe një herë që nuk është një inteligjencë e tij, por është një plan i mirë përgatitur dhe dyshimet mund të jenë që ai mund të jetë i ndihmuar nga brenda strukturës dhe mund të ketë pasur një kombinim midis personave të brendshëm që e kanë njoftuar dhe personave të jashtëm, duke pasur parasysh që mjeti që e priste, koha që e priste dhe mënyra e largimit të tij. Kapi e tij sigurisht që mund të ketë vështirësi për faktin që është një zonë e banuar, vendi nga mund të jetë larguar. Megjithatë do të jem pamje filmike nëse mund të kenë evidentuar cili është mjeti, targa, me sa di është identifikuar dhe automjeti dhe targa e mjeti, dhe duhet parë nëse ky automjet është automjet i grabitur me targa fallse apo është një automjet i identifikuar një qytetar i cili sigurisht që mund të shkohet tek personi në fjalë. Pra, personi që mund të ketë bërë dhe nëse ka identifikim, mund të jetë personi i parë që mund të shkohet për ndalim, për kërkim dhe deri tek mënyra se si nërmjet kamera mund të kemi evidentim të shpejt para se ai të largohet jashtë territorit të qytetit Durrësit. Zoti Softa, besoni që dalja e tij nga burgu dhe arratisja mund të jetë edhe një arsye ose një motiv për të kryer ndonjë vepër penale nga personi i fjalë, pasur parasysh rrezikshmërinë shumë të lartë? Së pari ai ka shpëtuar burgut, masës sigurisë. Pastaj, nëse ai mund shkojë apo jo të përfshihet në vrasje, kjo është për të parë për faktin që fillimisht atij duhet të largohet për shkak të kontrollit shtuar policor,
dhe për shkak të një lloj shpërndarje të forcave të policisë dhe mundësisë për ta identifikuar dhe për ta ndaluar atë. Dhe nëse ky mund të jetë objekti i tij, nuk besoj të jetë objekti i tij largimi për të kryer një vepër penale, por fakti që është një person me shkallë të lartë rrezikshmërie nuk mund të përjashtohet që ai mund të përfshihet në një aktivitet kriminal për faktin se ai vjen nga grupet kriminale, kthehet te grupet kriminale për të kthyer po aty ku e ka lënë atë aktivitet. Sigurisht edhe ai mund të ketë masë të tilla të sigurisë, sepse edhe ai është një person që edhe ai është i skeduar apo nga grupet e tij kundërshtare që mund të jetë pjesë e shenjestrës. Pra, ai mund të jetë pjesë e shenjestrës dhe nga grupet kundërshtare, por mund të jetë dhe personi që mund të kthehet për të kryer të njëjtën aktivitet që ka pasur para ndalimit. Zoti Softa, ku është këputur zinxhiri i sigurisë në shoqërimin e personit në fjalë? Kjo do kërkon hetim për të parë se ku është këputur. Hetimi do të vijë thash nga plani i masave, kush ka qenë planifikuar shërbim, cilët janë personat të cilët janë të rinj, nuk kanë eksperiencë, janë persona të cilët kanë vite, a mund të kenë ndonjë lidhje të personave me persona të tjerë jashtë strukturës dhe mund të jenë këta persona të përfshirë apo jo në planin e tij tarratisës që mund të kenë ndihmuar ose mund të jetë një skenim i këtij plani, apo ka qenë një pafsi e strukturës dhe numri personave në shoqërim ka qenë jashtë sigurisë protokollit. Kjo kërkon një urgjencë, jo thjesht tek fillimi i hetimit ndaj atyre personave, por dhe drejtuesve të administratës, por duhet të jetë ndryshimi i planit të masave apo protokollit sigurisë për gjithë rastet e shoqërimit të personave kur ka momente që shkojnë për arsye shëndetësore. Sepse nuk janë muret e larta që japin siguri, po janë spitalet, pikat e hallkat e dobta dhe mungesa e zbatimit protokolleve në numrin e kufizuar apo në numrin e limituar të personave të cilët bën shoqërimin e personit nga burgu tek spitali, ambientet e spitalit dhe rikthimin e tij në burg. Ne kemi parë që masa sigurie sa herë që kanë arrestimin apo shoqërimin e personave të cilët janë protestues në mitingje apo në aktivitete politike, se sa persona dhe sa tashpër janë në mënyrën e ndalimit, shoqërimit dhe dërgimin e tyre në automjet drejt komisariateve. Dhe nuk e di se si duhet të ketë nëse ka kamera spitali, duhet parë dhe kamerat filmike si ka ndodhur momenti, nga momenti i shtrirjes në krevat, nga momenti i ngritjes, si ka dalë nga dera e sallës, ku kanë qenë të pozicionuar punojësit e sigurisë dhe çfarë ka ndodhur, si është bërë goditja, mënyra e largimit, nuk ka pasur pika të tjera kontrolli, po dalja nga spitali, po muri nëse ka ambient, sepse nuk është një spital i zakonshëm, është spital burgu. Dhe si i tillë, mendoj që masat e sigurisë do të jenë ndryshe nga spitalet e tjera normale. Zoti Softa, faleminderit shumë për intervistën.